Altin Hila ka dalë nga qelia pas vendimit gjykatës, e cila ka caktuar për të detyrim paraqitje. Altin, disa ditë në qeli, si kanë qenë për ty? Po këto janë shumë të lehta, burgu edhe këto, po edhe mund të vdesin për familjen. Pse po protestoje ti? Po protestoja sepse ai fëmia im i jepja bukë dhe i jepja me shërim dhe nuk e dija se sa i jepja, në herë i jepja shumë dhe ai e vill të gjithë dhe bonde aty çerçafin gjithë vill shumë ashtu pis e merrem me laje me ashtu asnjëherë nuk u dëshpërova, nuk thash se pse o zot ma veti kështu, ne kam laje, kam bashkuar, kam bua aty dhe fëmis e vazhdoja avash duke i shkuar nga e para, fëmis avash duke i dhënë nga pak, sepse në herë nuk di sa i japim aty në ushqim. Nuk e di se si besoni ju shqiptarët kur ka ndorë njëri tjetër stomakun tënd, sa t'jep, a t'jep pak apo t'jep shumë. Dhe kur t'jep shumë ai të bën dëm dhe kur t'jep pak ti ke uri. Unë kështu e kam atë fëmijë dhe e kam llogaritë që do bëj mundime për të. Altin do të bëj një pyetje dhe ti do më tregosh ti ke qenë një ditë ka ardhur në Tiranë për protestuar. Një aksident ka ndodhur në rrugën Tiranë-Durrës. Bëhet fjalë për një aksident, pra aksidenti me autobusin ku ndruan disa persona. Altini ka qenë një nga ata njerëzit që ka qenë ndër të parët që ka shkuar aty për të parë çfarë kishte ndodhur. Unë lash makinën direkt aty sa e pash se e di që gjithmonë aksidenti ka nevojë personi për ndihmë dhe kur vajta aty rreth të përqar kishte njerëz, po nuk hyjen, nuk du të ofendoj njëri, nuk hyjen. Unë hyra direkt, më thoshin biles ndalo mos hyj, unë shtyva dhe hyra sepse aty ku duhet dorë njeriu duhet direkt. E kapa një gocë të re, një gocë e re, 20 sa vjeç e kapa këtu dhe i thash qëndro bonu e fort, pa më t'i kishte përshesh, të thymë 3-4 vendet. Ja futa një xhami aty të autobusit, që autobusin kanal, ja futa një xhami me grusht, edhe u thuj xhami, edhe thirra shpejt ndihmën nga jashtë, tash jeni silli një barrel këtu barrel, që mund të ashtu e kam ngrit një grua, se ajo fshande më shumë kishte dhimbje, e kam shkul sendile se kishte zonë komët sendilja të thyra komët. Të thyra komët përshesh në 3-4 vende gruas, edhe shumë vetave aty, me zonë sendilja poshtë të thyra dhe kam shkull sendilen edhe kam ngrit atë gruan dhe kam hyp aty në dritarin e autobusit të madhe që e kanë shumë lart dhe ngrit aty jam pati kam fuqi shqyrë zotit, e ngrit e vura atje bashkë me ndihmën e dikujt aty afër. Sa veta ke nxjerr? 4 veta që kam shkuar. Kam atë fëmijë ashtu mundon ta marr një jetë atë fëmijën edhe kam kam çuar në Francë me gjithë. Ka qenë duke vdekur, kam çuar në Francë, kam shkoduar, sepse doktori ku më tha këto tha të shkojnë sa të shkojnë, tha. Unë të shkojnë sa të shkojnë fëmijën tim unë filloj. Unë derisa s'loj fëmijën tim, unë atje dhe sa kam mundësi atje bëj për aty ata të njerëzit e mirë. Në momentin që ti je arrestuar nga policia e shtetit, ka pasur një reagim, mund të them, ndoshta reagimet më të fuqishme të shqiptarëve dhe është hapur një GoFundMe dhe janë mbledhur 150.000 euro për ty dhe familjen tënde. Shumë faleminderit. Po ti u mushimen në aty në mua. Se kam i smur vetëm po se mia smur me qera aty shumë shtret, nisja blen ushimin me shëringë ushqej ato që ka thënë këtu i prishen hendi sa mu i prishen dhe të sot ka atje. Faleminderit shumë ato gjithë që më kanë ndihmuar, Zoti i ruaj dhe jo 150.000 euro. Po apo Zoti aty në shumë më shumë në xhepat e vetë, në familjet e vetë të jenë të kënaqura, në gjithë jetën në familjen e vet. Si nuk e ke një shtëpi, tashmë me besimin në Zot do ta blejmë një shtëpi në Tiranë që dhe spitalet i keni afër. Shumë faleminderit. Dhe për popullit shqiptar e kam këtë unë, se nuk e kam për tjerësës time, e kam për popullit shqiptar. Faleminderit dhe do ta falenderoj gjithë. Si zemërgjërsi dhe solidaritet të gjithë njerëzve të cilët janë njohur me historinë tënde, kam vlerësuar që ti për 33 ditë bashkë me fëmijën tënd me një karrocë duke e bërë marshimin dhe duke qenë prezent në çdo protestë, duke i dhënë një mësim kujtdo që do duhet flas për Shqipërinë, për të pasur mundësi të tjera, mundësi ndryshe dhe për të pasur të drejtat barabarta. Nuk vjedhet më këtu. Nuk do të vjedhet më këtu. Vjedhet më. A do jesh ti në protestë? Protesta paqësore unë do jemi gjithë fëmijët e mi aty. Edhe nusja do jetë në protestë paqësore.